diasporë ju keni marrë një rezultat shumë cellë, me thënë drejtën. Duket si një dashuri e madhe e diasporës me Partinë Socialiste, paradoksalisht, paradokset përgjithsisht janë të vërteta, ka njerëz që kanë lënë vendin. Pra në Shqipëri, ata nuk duan të rinë, por Edi Ramën e duan shumë. Dhe kjo është një lloj të menduar, por nga ana tjetër opozita ngrej idenë që një pjesë e rëndësishme e votave në diasporë janë manipuluara. Po nuk është se opozita thotë që nuk janë manipuluar në Tiranë dhe janë manipuluar në Londër. Gjithandej, po dhe këtu. Po, janë manipuluar kudo. Tani, është një gjë të yllim. Një qytetar shqiptar që jeton në Londër, edhe ku shef kryeministrin anglez që vjen këtu, një qytetar italian që jeton në Bari apo në Milano. Dhe shikon që kryeministra italiane e trajton Edi Ramën jo si koleg, po si partner real në zhvillimin e rajonit, kur e gjithë Evropa vjen këtu, edhe mbështet Edi Ramën, jo si faktor vetëm për ecjen përpara të Shqipërisë, por dhe për zhvillimin e rajonit të tërë. Çfarë mendojnë ata, se këtë duhet votojnë, Edi Ramën apo Sali Berishën, i cili është non grata zyrtar, i shpallur, i korruptuar, i më i madh i rajonit. Njeri i cili ka rrezik, Departamenti i Shtetit ka cilësuar Sali Berishën si rrezik për rajonin. Një qytetar shqiptar që jeton në Belgjik. Mendon se Shqipërisë i duhet Edi Rama apo Sali Berisha? Kjo ishte gara. Kishte alternativat të tjera. Ose asnjë nga të tjera. Po jo, ta thonë. Në garën ishte vetëm dy. Se ju keni marrë, duke i keni marrë këto vota, duke intimiduar administratën, që të bëj vota për ju në Belgjik. Por e kështu thonë këta tani. Po mua, po të më dëgjosh mua për një pjesë gjerave, dëgjojnë di një përfaqësues që kandidat për deputet që mori shumë pak vota në Tiranë, e dëgjojnë një televizion tjetër. Faktu në respektojnë atë, po kur i dëgjojnë një gjë që ai dhe thoshte si provë, më vinte shumë për të qeshur. Thoshte shiko, i thoshte moderatorit. Ky është, më shkruan mua, i thosh nga diku nga Polonia, nuk e di. Gjermania, nuk e di. Shiko, thosh, ky tani ka dhe emrin dhe mbiemrin këtu, dhe ky thotë që mua kanë kërkuar 500 euro për votë. Kjo nuk është një provë. Dhe ata duhet sjellin prova vërtetore, nëse i kanë këto. E unë jam me këtë ide. Nuk kanë sjellë, thuat, deri tani. Nuk kanë sjellë për shkak. Që ajo që është bërë në Greqi me votën e diasporës të duket provë. Çfarë është? Që mua më duket masakër. Çfarë është? Që një njeri shkon merr 10 zarfa dhe i nis një person të 10. Kjo nuk është provë. Vjedhje familjare, si. Jo familjare, më jo unë të marr për yllin, për blendin, për mentorin, për andin, ti marr, ti mbush, ti nis. Jo, s'ka ndodhur kjo. Ke me vjetra denoncim. Kjo se ka ndodhur ajo. Ka asnjë denoncim. Padyshim kush është denonciv. Nuk ka asnjë. Por të vota diasporës merren në mënyrë shumë të thjeshtë. Vota diasporës vajte një votë e cila pati kosto të jashtëzakonshme për buxhetin e shtetit. Dhe shumë nga këto kleçkat, një zarf, 2 zarf, 3 zarf, shkoj me këshut, shkoj me post, me DL, me ato, me këto, ishin mbas kërkesat e opozitës, e cila realisht kishe kaq shumë kërkesa për të garantuar këtë paprekshmërinë e votës. Dhe real, vota vajti në gjithë botën në mënyrë perfekte, jo vetëm në këto shtetet afër, po vajti deri në Amerikë, në Kanada, në Australi, në Kinë, në Turqinë, kudo. Dhe ajo votu kthye në mënyrë perfekte prapë si proces. Tani, kjo pjesa e votës dije që gjithë secili do të shkonte vota në shtëpi, nuk do shkonte me një kuti votim. Se ka dhe opsione që të shkojnë në lërat e fatit, si të shkojnë në Greqi. Në gjithë pikat e lërave të fatit. Jo, më nuk është shuda një tip banalizohet si dush tani, unë po them si është them që për votën në Londër, ku gjithashtu fituat, po them që për votën në Itali. Jo, mund të ketë pas presion e kështu, po procesi formal është kryer normalisht, perfekt. Si funksionon shteti anglez, është padyshim shumë e mirë se sa... Greqia ka qenë një masakër. Po jo me jo. Eurot njësoj u dhanë për çdo zarf, si për zarfin në Greqi, si për zarfin në Londër. Biles më shumë për zarf, por ama mënyra si funksionon shteti britanik është shumë ndryshe nga shteti grek, i cili realisht pati probleme me mënyrën e menaxhimit dhe ne nga si Partia Socialiste u ankuam edhe patëm vërejtjet tona të jashtëzakonshme për vonesat që erdhën për votën e menaxhimin e... Ja delegoj 2 kompanive të tjera,
që të shpërndanin zarfat, që frisnin njerëzit shkonin të posta për kace për të marrë zarfin, po, në disa hapësira ku nuk ishte, le të themi, DL-ja, kishte ato mënyrën e vetë menaxhimit, tani janë mban përgjegjësi DL-ja, tani edhe DL-ja në ka blerë Tirana. Asaj kompani që vinte merrte gazetat në Shqipëri dhe i shpërndante në Greqi. Kësaj edhe DL-s do t'ja vini tani që ka blerë Tirana, tani këtu çastuhet. Jo, meqense DL-ja paguaj. DL-ja kishte shkonte 3 herë te shtëpia dhe nuk e bëri asnjë vet funksionim, ka garancinë e vet, jep garancinë. Po njerëzit kanë besim tani te DL-ja, s'do Sali Berisha të besojë te DL-ja, po ç'a themi tani? S'ka lidhje me Sali Berisha, ka lidhje me procedurën. Nëse ne themi që postieri duhet të shkonte 3 herë te shtëpia për të gjetur votuesin, nuk shkoi asnjëherë. Është një votues i cili garantoi situata që ndodhi në tokë, ndodhi edhe në ajër. Pra ajo që ndodhi në tokë, diferenca e madhe që kishte në tokë ndodhi edhe në ajër. Jo, ishte bilet më shumë. Më shumë. Po pra, po si e shpjegon këtë? Ta them se në radhë parë janë njerëz pra që një tim Berat janë njerëz të lirë me 10%. Po, se emigrantë Berat, atje në Berat del rezultati komplet ndryshe. Po jo më del komplet ndryshe, 5-2 fitoi Berati, prap. Super rezultat patë edhe Berati. Po them pra, dalin 260 vota PS-je. Shumë kishte Berat, po Beratu kam qenë vet, kishte qendra votimit 300-0. Ashtu është Berati. Atje është vot familjar. Atje është vot familjar. Çdo më thon vot familjar. Sepse domethënë atje nuk ka barazi votash në emigracion. Merr kryetari i familjes dhe vota është e hapur. Po, njerëzit janë të familje PD-s votojnë gjithë për PD-n, po nuk del 95-5 në çdo rast. Për Greqia i ka këto probleme. Tani se sa ka ndikuar kjo te rezultati përfundimtar, kjo është. Unë nuk po them kur flas për Greqinë, unë nuk po them. Ngela duke thënë këtë punë e punës. Ka projekt që të shkatrojnë votimin për të fituar vet. Nuk po ja akuzoj për këtë. Po them, këta nuk kanë asnjë faj. Por votimi i Greqisë ishte një dështim spektakolar. Po mbrojtën dhe këtë, atëherë ka problem. Unë s'po them që keni bërë. Unë besoj që ju e kishit mbyllur dhe po të bëj perfekt formalisht, ju do fitonit prap. Por dështoj dhe nuk u bë perfekt. Pra, po themi gjë tjetër. Andi, po themi gjë tjetër. Se e ke bërë këtë debat dhe vetë, ti, shpesh herë. Para 2 vjetësh, në 2023, 2 vjet nga sot, u kryua Komisioni Bipartizan për reformën zgjedhore. Pika A ishte vota diasporës. 2 vjet, Partia Demokratike nuk mori pjesë në atë komision, se thoshte po mos ikje në Kelet Alibej, dhe drejtoj Ert Blykbashën, nuk marrin pjesë në atë komision. Nuk ka rëndësike. Derisa dështoj, po pritme ta themon çfarë rëndësie ka. Dhe u ndërtua konsensusi kur ditën e fundit, last day, ditën e fundit fare. Ju thoni këta s'kan punu, ndërkohë që ju punu. Po jo më në ditën e fundit, ata erdhën dhe bën konsensusin e diasporës. Dhe deri ditën e fundit parlamentit nuk jepnin dakordsinë, jo do bëjmë kështu, jo do bëjmë ashtu, jo po madh ato. Votojmë me dokumentat, votojmë pa dokumenta, pra 2 vjet. Po t'ishe, po një sekond, pra nuk e kam te puna PSD. Në qoftë se do bëheshin punët në një shtet si në një shtet normal, ku ka pozit dhe opozit që e vret fatet e popullit, dhe do të interesohet që në 2023 mund t'ishin bërë procedurat, mund t'ishe testuar sistemi, mund t'ishe testuar DL-ja, MHL-ja, KPP-ja, MMM-ja, qajnë ato të gjitha, dhe do ishe bërë një sistemi cili do ishte i barazvlefshëm, jo i barazvlefshëm, po i baraz pranuar nga gjithë, të punuar të gjithë, dhe do kishim rezultat që nuk do tani t'ishe pjesë e kontestimit. Nuk do kontestimit. Të po them. Bra, 2 vjet nuk u morën me këtë punë, nuk pranonin të hynin në komision, e mbad mend apo jo? Dakor. Me mbad mend apo jo? Lëm dhe këtyre Po 2 vjet, no, 2 vjet nuk e prishin këta të PD-s, dakor. Jo, më nuk e prishin, po them për vetën e atyre, më tani ne e bëm tonën. Unë du të merrem me gjë më thelbësore se ajo që the në fillim është një argument logjik. Pra, do me thënë, një emigrant pak nostalgjik, pak shu, kur shef Meloni, kur shef kryeministrin anglez, kur shef presidentin francez vjen në Shqipëri, në fasad ndjet krenar për vene vet dhe kjo e bën që të votoj për Edi Rama, Partinë Socialiste. Pra është një argument logjik që mund të diskutohet. Pse kam qenë në kundër votës diasporës dhe ja kam thënë që këtu në studio që kjo do bëhet masakër. Pse? Se vota e diasporës ka rezultuar që në vende ku mungon demokracia, nuk shihet këta kon Erdogani si ndeti Erdogani. Regjimet kanë aq fuqi sa të ndikojnë dhe mbi diasporat.
Erdogani nuk fiton diasporë se është demokrat, fiton diasporë se është diktator. A i humë Stamboll. Si? A i humë Stamboll dhe në Ankara. Diasporë se nuk është... Se diasporën e fiton ai në Gjermani për shembull? Po, është masivisht, me biles Gjermania i pengoj mitingjet në diasporë Erdogan. Do me thënë, është shumë e vështirë në kushte mungese demokracie që diasporat shkojnë me regjimet zakonisht. Se fuqia regjimit... Se opozita e donte... A, do me thënë, në Kosovë thot i shkojnë me regjimin? Kosova është vend demokratik në standardin tim. Tani ne kemi... Jo, e kam fjallë votat diasporës. A ishte regjima i thashit e gjithje, pëse shkojnë diaspora... Tani, unë them të gjithje, votat diasporës... Regjim. Ta që ishte me 20% si regjim, si a i atyre tjerve që ishte pjesëve të luftës. Kosova ka qenë gjithmonë demokraci me defekte, po gjithmonë... Votat diasporës për mua ishte një vot jo elektoral, ishte një vot politike më shumë, sensin e aksiomës politike. Pra, realisht, Partia Socialiste kuptoi që raporti me diasporën do duhet të rivendosë. Dhe gjithë e presioni për votën ishte që të kishe një lidhje tre me diasporën. Dhe këtë tani mohoj, për prapë është vullneti i Partisë Socialiste, që e bëri të mundur këtë lidhje tre ndërmjet shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të diasporës, të cilët kanë jetën e tyre aty, por raportin me Shqipërinë pothuajse e kishin humbur. Pra, reaktivizimi i këtij sistemi, edhe ky ndikoi shumë në procesin e votës. Ti ke qenë prezent ose e ke ndjekur mitingun e Partisë Socialiste në Athinë. Ishte një moment shpërthimi i jashtëzakonshëm, që padyshim dëshmonte edhe për këtë rezultat që ne morëm në Greqi. Gjykoi mitingjet që bënte Edi Rama në diasporë dhe mitingjet që bënte Sali Berisha në diasporë. Dhe gjyko ato mitingjet... Mitingun e Breshës dhe të Milanos... Mitingjet e Breshës Milanos që me nga... Tani lërë amon. Po, prandas po ju, dakor. Mitingun e Edi Ramës në Milano me mitingun e opozitës Milano ishin 10 herë më pak. 10 herë më pak, me numër, 10 herë më pak. Me karige, me vënde. Me mbushët vëndet Milano. Milano ne kishim 2 pallate sporte, më erdhi një pallat, erdhi ngele dhe një pallat jashtë. Pra po them, ky raport. Çfarë po them unë? Pra po them, njerëzit kanë qenë të dëshiruar, a ka nevojë që vota diasporës të diskutohet? Padyshim ka nevojë që të qartësohet ajo votë. Se vetëm Shqipëria ka këtë 1.7 milion votus në diasporë, 1.9 milion votus në Shqipëri me drejt votë. Pra po thuaj se mënyrë barabartë që ka nevojë që kjo votë konsolidohet, të trajtohet, të menaxhohet siç duhet, po padyshim ka. Por ta thash, po të kishe filluar 2 vjet më parë një punë normale i shtetin e një vendi ku bëhet politikë normale, do kishte krijuar ca procedura, ca sisteme. Ma thuaj më këtë se... Kjo vota diasporës... Fajnë e ka Saliu... është pak e dyshimit. 100% më në këtë aspekt e ka, po këtu është... Jam dakord me ty... është flagrant, më është flagrant fakti. Saliu e ka, jam dakord dhe unë, po diskutoj... është punë Saliu, kjo është punë gjithë mentalitetet atyre dhe atyre që i mbështesin. Pavarësisht se ne jemi një popull që kemi marrë rrugët e botës, unë ndoshta gaboj ore, edhe se di mirë këtë punë, po. Kjo vota diasporës nuk është dhe shumë e domosdoshme, mendoj unë për në Shqipëri. Se këta janë pjesat e mos e njerëzit s'kan lidhje fare me këtë vend. Kjo është një dashuri kështu... Ata po s'kan lidhje nuk votojnë. Po, por mbajnë ekonominë e vendit në këmbë ata. Mbajnë ekonominë e vendit. Si 1 miliard paktën, ligjërisht. Edhe ky është faktor. Edhe 1 miliard tjera jo ligjërisht. Për të dyja drejtimet, dhe Shqipërisi duhet shumë vota diasporës, pra raporti i shqiptarëve jashtë Shqipërisë me Shqipërinë, Shqipërisi duhet shumë. Pra do që thotë mentori. Se kam shumë ti depo për një mundësi për të rikthyer, po padyshim edhe atyre duhet shumë një Shqipëri e fortë. Edhe atyre natyrisht ju Nëse ky është problem teorik. Po jo, është dhe praktik. Njerëzit mund të jenë dakord apo jo, duhet votoj diaspora apo unë po them. Praktikisht Po vendose që të votoj, duhet të japësh dinjitetin që mos votoj në shantazh. Kjo ka qenë një votë. Shantazhi mund të ketë tani më tani dhe këtu shantazh se bëre një lloj. Po them, numri 300.000, se ishtë vajtën 300.000 ata që shprehën dëshirën për të votuar. Askush nuk e mendon dhe kur filloi procesi. Ore, unë personalisht... 250.000 u regjistruan, 200.000 votuan. Unë personalisht kam pas... super arritje. Disa raste isha para zgjedhjeve në Selanik. Më kapti njerëzit nuk duhet votoj fare, po ka xhaxhaj allën e hipotekës, ka daja allin se është punë. Intelektuale bashkohen apo? Po jo pra,
të bashkohen, po në qoftë se ti e shantazhon Dajën, si ato që ti thua do ikësh nga puna po s'msole 5 veta, kjo nuk është më votë lirë. Po si do ta bësh të më voton është me Selanikut ku të gjesh. Një pjesë nga këta jashtë e kanë si qemi me Interin dhe me këto. Si qemi tifozë me Interin Barcelonë. Po them që tjetër më shkruajnë jo. Mos ma qesha rakzok. Jo, nuk është qesha rakzim. Unë po them njerëzit e mi, një pjesë e 20.000 që janë fort. Dakord. Jo pun tifozllëku, është shantazhimi administratës që po s'msole 5-10 e kishin këta. Shok ose kushuri nga diaspor, ti nuk je më në punë. Po s'ka mërë, nuk është kjo. Po pra, njera kjo është kështu ati. Po tjetra kjo është po them unë. Se ne popull kështu jemi. Pas kësaj thua që... Mënua për shemë, jam o një minutë. Në Amerikë, hala ime, qante më Allah që ka unë Sali Berisha. Asë një arsyes, ndoshta zvjen fare më këtuaja. Qante dhe fliste me pasionin e një tifozi, që ishte gati, po t'isha... Pa jo mund t'jetë gjenoine në idiotësinë... Po jo, janë shumë. Ajo mund t'jetë halës dhe idiotët... Jem halës këtë që thua... Që i thua idiotët dhe halës, shau dhe halës... Problemi është, jote hala jote. Ka i që shantazhohet për ta dhënë këtë votë. Jo i që voton nga budallëllëgu. Se për shembull, për mua, të votosh për Berishën në Amerikë, mund t'jesh budall. Ajo ashtu do është tifoziku vetë. Po pra, po janë shumë këta. Ja respektoj. Puna është ky që shantazhohet. Jo si mundet shantazhohet, më ande, si mund shantazhohet? Kjo e ti kërkojnë me këta edhe në Australi dhe këtu këta... Si shantazhohet? Për të regjistruar? Apo për të votuar? Do e bëjt për Xhaxhajin që ka allë hipotekës. Si a gjenë Xhaxhaj hipotekës? Ta që ka shantazhuar e dirama i kërkojnë në Australi tani dhe në... Po si da gjesh, ma i do voton vetë si të qefë. A i ka qefë në vetë, voton në shpit vetë në Selanik. Si da japi hipotekën babajt në... Sa temën më ka gënjër mua. Babru. Po e thot kod, më e thot kod. Po si e thot kod, më. Ke qep, të shikon të që e kështu zi opozitar, të thot. Pse të besoj atë genuini, po të është 100% i mbrojtër, më është të drejnë e vetë, si të i bësh presion ati në Selanikova? Jo, më presionin ja pën Xhaxhajt në Tiranë. Po si të ta vërtetojnë në atë në Selanik që votojnë për Xhaxhajt? Dhe shkon patronazhisti para zarfit, i kontrollon si e odhe. Po kështu ka ndodhur, më. Shkimër ata janë njerës, shkimër ata janë...